بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمي ولندريمي تكوين الله سبحانه وتعالى زوت تبوترغ كريوس تجسشقايا Paqja dhe bekimi I tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala mësimin e parë në shkencën e akides, gjithsesi shkencën e besimit, me titull Akidja Islame, kuptimi dhe rëndësia, ku nuk ka dyshim se akideja apo besimi islam është nga çështjet themelore të fesë dhe çështjet parimore për çdo musliman. Është çështje apo dituri apo shkencë të cilën duhet ta di çdo musliman. Kemi cekur ne kur kemi folur për diturinë dhe vlerën e saj, kemi cekur se nga dituritë janë prej tyre që është obligim për çdo musliman të di ato. Prej tyre kemi përmendur akiden, besimin, njohja e Allahut subhanahu wa taala si Zot, të cilit I takon vetëm atij adhurimi, e çështje tjera të fesë. E kemi përmendur gjithashtu fjalën e Imam Shafiut dhe imamëve të tjerë në lidhje me këtë çështje. Andaj akideja, besimi është çështje themelore e fesë, është çështje parimore që duhet ta di çdo musliman, ku për këtë besim, për sqarimin e këtij besimi, Allahu subhanahu wa taala ka dërguar pejgamber dhe ka zbritur libra, ashtu që tua sqarojnë dhe tua mësojnë njerëzve besimin në Allahun subhanahu wa taala, gjithsesi për hakun dhe të drejtën e Allahut që kanë robërit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj me lejen e Allahut subhanahu wa taala fillojmë me këtë mësimin e parë, pra, ku së pari do të cekim për akiden, se çfarë kuptimi ka akideja në aspektin gjuhësor, pastaj në aspektin terminologjik dhe emrat me të cilat njihet akideja apo besimi islam, si dhe në fund për rëndësinë që ka besimi apo akideja në jetën e muslimanit. Pra së pari, çështja e parë, akideja në aspektin gjuhësor. Akide gjuhësisht rrjen nga folja e gjuhës arabe aqade, që do të thotë me lidh diçka, si për shembull lidhja e litarit, lidhja e perit, e të ngjashme me këtë. Siç përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Falaq, ku thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Thuaj, kërkoj mbështetje te Zoti I agimit të mëngjesit, që të më mbrojë nga sherri I gjithë shkaje që ai ka krijuar, dhe nga sherri I natës kur e ka plan terri o ngryset, dhe nga sherri I falltarëve që fryejnë në nyjet e lidhura, por kjo është qëllimi I ajetit kuranor. Nga sherri I falltarëve, o min sherri an-naffathati fil 'uqad, në nyja që I lidhin dhe I fryen aqade, pra nga kjo folje rrjedh edhe kjo, këto aqad, ato nyje të cilat I lidhin falltorët dhe fryen në to për të bërë njerëzve magji. Po ashtu nga kuptimet el aqd, nga folja aqade, pra është lidhja e ndonjë marrëveshje, si akti I shitblerjes, akti I martesës e të ngjashme. Pra nga kuptimet e kësaj folje, nga ana gjuhësore gjejmë lidhje, përforcim, shtrëngim, vendim të kapurit fort për diçkaje e kështu me radhë. Gjitha këto janë kuptime të foljes aqade, që do të thotë lidhje, shtrëngim, me u kap për diçkaje me forcë. Kjo është pra aqade, folja nga e cila rrjedh edhe fjala akide në gjuhën arabe. Së dyti në terminologji, akideja në terminologji ka dy kuptime, I përgjithshëm, kuptimi I përgjithshëm dhe I përveçëm. I pari, pra kuptimi I përgjithshëm do të thotë akideja, pra do të thotë besimi apo bindja të cilën e beson njeriu. Pra besimi I prerë dhe I palëkundur për të cilin nuk ka dyshim në të. Varësisht se është ky besim mund të jetë I saktë apo jo I saktë. Kjo do të vjen më vonë. Mirë po, në aspektin e përgjithshëm, pra akide do të thotë besimi apo bindja të cilën e ka njeriu.
që beson diçka është i lidhur për diçkaje e kështu me radhë. Kurse kuptimi i përveçëm apo i veçantë e që me të është për qëllim akideja islame, pra besimi islam. Çfarë kuptimi ka akideja islame? Pasi morëm vesh se çka do të thotë nga ona gjuhësore, akide është të besosh bindshëm dhe në formë të prerë në Allahun subhanahu wa taala, Allahun e lartësuar, në meleket, librat dhe të dërguarit e tij, në ditën e fundit, pa ditën e gjykimit, dhe në përcaktimin apo kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Si dhe në çdo gjë që ka ardhur në të Kurani, fjala e Allahut subhanahu wa taala, si dhe suneti i sakt profetik, pra fjalët thënie të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga bazat, çështjet dhe lajmet që kanë të bëjnë me fe. Si dhe në atë, pra të besosh në mënyrë të prerë, gjithashtu në atë që kanë rënë në ujdi, në konsensus, në ixhma, salafus salih, të parët tonë të mirë. Ky është kuptimi i përveshëm i akides, e që është për qëllim akideja islame apo besimi islam. Ky është pra në përgjithësi si kuptim apo si definicion i akides, në përgjithësi, ndërsa si shkencë, kur është fjala si shkenca e akides, atëherë kjo ka një kuptim më të gjerë se kjo që u tha, pra përmban kuptim edhe më të gjerë se kjo, gjithsesi përfshin atë që u tha më lart, pra besimin në Allahun, në meleket, në librat, në pejgamberët dhe çdo gjë që ka ardhur nga Kurani dhe Suneti, në çështjet e fesë, çështjet e besimit, dhe në atë që kanë rënë në ujdi, në konsensus, në ixhma, dietarët e hershëm të parët tonë të mirë të selefit, pra përfshin këtë, si dhe duke i ashtuar metodologjinë e argumentimit në akide. Duke shtuar, pra, shkenca e akides e përmban këtë besim, që u cek më lart bazat e besimit, si dhe metodologjinë e argumentimit në akide, si dhe kundërpërgjigja ndaj kundërshtarëve në akide, në çështjet e besimit. Sepse siç e dini, akide islame përmban kundërshtar në të. Andaj, shkenca e akides, një nga detyrat e saj është edhe përgjigja ndaj dyshimeve, ndaj kundërshtimeve që kanë ardhur nga kundërshtarët. Qofshin ata në rrethin e gjerë që kanë të bëjnë jashtë përveç islamit, pra feve tjera apo besimeve tjera, siç janë krishterizmi, jehudizmi, e kështu me radhë, prej feve tjera apo besimeve tjera, qoftë ajo në rrethin brenda islamit, brenda islamit, ku është fjala për fraksionet e ndryshme, të cilat kanë kundërshtuar në disa apo kanë rënë në kundërshtim me akiden, me besimin e drejtë të Kuranit dhe Sunetit në disa çështje prej çështjeve që kanë të bëjnë me akiden apo me besimin. Pra kjo është si definicion apo ajo që ka merret me të me studimin e saj shkenca e akides. Çështja e tretë është emërtimi i akides. Akideja si shkencë, pra, të pasuesit të Sunetit dhe xhamatit, është emërtuar me disa emra, të cilat janë si lloj sinonimesh apo kuptime të ngjashme me akiden. Për këtyre emrave është emri akide, që përmendëm, pra, që për cilën edhe po flasim, ku akideja si emër nuk ka ndonjë argument nga Kurani dhe Suneti profetik i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në të cilën ka ardhur me këtë emërtim si fjalë akide. Mirë po, kjo është përdorur tek dietarët e hershëm të selefit, të cilët e kanë cekur një gjë të tillë në librat e tyre. E prej tyre i pari, ndoshta mund të themi, që e ka përmendur fjalën akide, që e ka pasur për qëllim çështjet e besimit, bazat e fesë, është Imam Tahawiu rahimahullahu taala, i cili ka vdekur në vitin 321 pas hijretit, në librin e tij të njohur Akideja e Tahawiut, ku në fillim e ka cekur në fillim të librit se ky është sqarimi i akides e ehli sunetit dhe xhamatit, të cilën e besojnë imamet e fesë, për tyre ka përmendur Imam Ebu Hanifen dhe dy nxënësit e tij, Muhamedin dhe Ebu Jusufin, rahimahumullahu xhamia. Pra Imam Tahawiu është prej parëve të cilëve e kanë cekur apo e kanë përdorur si term fjalën akide, si emër të besimit apo të bazave të besimit të fesë të ehlu sunetit e pasuesit e sunetit dhe xhamatit. Gjithashtu, prej dietarëve që e kanë përmend apo si lloj folje që e kanë përmend të akides, është Imam Lalikai rahimahullahu taala në librin e tij të njohur Sharh
usul al-i'tiqad ahli sunna wal jamaa, pra shpjegimi i bazave të besimit i'tiqad. Kjo rrjedh nga folja aqada, aqide, i'tiqad e kështu me radhë. Pra e ka përmendur librin e tij, e ka titulluar në këtë formë Sharh Usul al-i'tiqad ahli sunna wal jamaa, i cili është për libra më të njohur të akides që i ka përcjellur të gjitha pothuajse të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me bazat e fesë, prej thënieve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj të sahabeve, shokëve të pejgamberit radhiyallahu anhum, e pastaj të imamëve pas tyre tabiinëve dhe imamëve të fesë në përgjithësi deri në kohën e tij. Gjithashtu emrin akide ka përdorur edhe imam Sabuni, i cili ka vdekur në vitin 449 sipas Hijretit, në librin e tij të njohur Aqidatu Salaf Ashabil Hadith, e ka quajtur akide, akidja e selefit, pasuesve të hadithit. Këtu pra janë tre libra, ka edhe të tjerë, këtu janë tre libra të kryesor të selefëve, të parëve tonë të mirë, të dietarëve, të cilat i kanë cekur librat e tyre i kanë përmendur me emërtimin e fjalës akide. Prej emrave gjithashtu është edhe et-tauhid, tauhidi, i cili do të thotë të veçuarit e Allahut në adhurim, të veçuarit e Allahut në adhurim, është emërtuar me këtë emër, tauhid pra, sepse tauhidi i Allahut subhanahu wa taala apo veçimi i Allahut në adhurim është gjëja më e lartë, është gjëja më me vlerë dhe më parsore e çështjeve të besimit. Ku nga librat e shkruara të dietarëve që përmbajnë këtë emër janë për tyre Kitabut Tauhid, libri i Tauhidit, tek Imam Buhariu rahimahullahu taala, normal është edhe pjesë e Sahihut të Imam Buhariut. Kitabu Tauhid, pra në brenda Sahihut të tij është libri i fundit, cilën e ka përmend Buhariu rahimahullahu taala, Kitabu Tauhid, Kitabu at-Tauhid, libri i Tauhidit. Gjithashtu Imam Ibn Huzejme rahimahullahu taala, Kitabu Tauhid, librin e tij të njohur, të cilën e ka emërtuar si Kitabu Tauhid. Gjithashtu edhe Imam Ibn Manda e ka emërtuar librin e tij at-Tauhid. E gjithashtu ka edhe imam tjerë, mirë po, ne kemi përmendur vetëm këto disa prej tyre. Ka edhe imam tjerë cilat i kanë emërtuar librat e tyre me emrin Kitabu Tauhid, qoftë të hershëm të selefit, qoftë të mëvonshëm në vitet e mëvonshme, ku dietarët i kanë emërtuar librat e tyre se Kitabu Tauhid, libri i Tauhidit, pra i cili ka të bëjë me njohurinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej emrave që është përdorur si sinonim i akides është el-iman, besimi pra, ku është për qëllim bazat e besimit dhe shtyllat e siç kanë ardhur në hadithin e Xhibrilit alayhis salam, kur ka ardhur dhe ka pyetur në formë të njeriut, ka ardhur dhe ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më tregos se çfarë është imani, besimi pra, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur se el-iman an tu'mina billahi, se imani, besimi është të besosh në Allahun, në melekët e tij, në librat dhe të dërguarit e tij, të besosh në ditën e fundit dhe në kaderin apo përcaktimin e Allahut subhanahu wa taala. Hadithi është i saktë transmetuar nga Shënon Imam Muslimi rahimahullahu taala. Nga librat e shkruara në këtë emër, pra si Kitabul Iman apo El Iman, besimi pra, është Kitabul Iman, libri i besimit apo imanit, të cilin e ka shkruar Imam El Qasim bin Salam Abu Ubaid rahimahullahu taala, cili ka vdekur në vitin 224. Gjithashtu Kitabul Iman, libri i imanit të Imam Ibn Abi Shaybes, ka vdekur në vitin 235. Pastaj Kitabul Iman të Imam Buhariut, i cili gjithashtu është pjesë e Sahih Buhariut, pra brenda Sahihut. Si dhe gjithashtu edhe Imam Muslimi në librin e tij Sahih e ka përmend për libra të parë, cilën e ka përmend në Sahihun e tij është Kitabul Iman, libri i besimit. Kjo sa i përket pra emërtimit el iman apo termit iman, i cili përdoret si sinonim i akides, ku dhe me to kanë ardhur argumente qoftë nga Kurani, qoftë nga Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për tyre përmendëm hadithin e Xhibrilit. Gjithashtu prej emrave të akides është sunne, suneti pra, ku në këtë rast suneti ka disa kuptime, sa i përket si terminologji, cili nëse përdoret në lëndën e fikut, jurisprudencës islame, ka terminologjinë e caktuar apo kuptimin e caktuar. Nëse përdoret në akide, ka kuptimin e caktuar. Nëse përdoret në usul al-fiqh, ka definicionin e vet e kështu me radhë. Mirë po, në akide, si sinonim i akides, kur përdoret e sunne, është për qëllim
pasimi i rrugës së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij, në atë pra që kanë ardhur prej besimit, si dhe të kapurit për ata që kanë qenë në të i dërguari dhe shokët e tij, pra ndjekja e rrugës së tyre në çdo gjë që kanë parë ata, që e kanë besuar dhe që e kanë konsideruar si çështje të fesë, qoftë në besim apo në gjëra tjera. Ky emërtim është nga emrat më të dalluar me të cilin njihen pasuesit e sunetit pra, dhe që dallohen me ta nga kundërshtarët e tyre. Nga librat e shkruara me këtë emër është Es-Sunne të Imam Ahmedit. Imam Ahmedi pra ka një libër të quajtur Es-Sunne, të emërtuar me emrin Es-Sunne, gjithashtu Imam Abu Dawudi, gjithashtu Imam Ibn Abi Asim e shumë të tjerë që i kanë emërtuar pra librat e tyre Es-Sunne, e kanë pasur për qëllim me këtë pra rrugën në të cilën ka qenë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në çështjet e besimit, si dhe shokët e pejgamberit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, si dhe gjeneratat pas tyre prej tabiinëve e kështu me radhë. Gjithashtu prej emrave të akides është edhe emri Usuluddin, termi Usuluddin, cili do të thotë ka kuptimin bazat e fesë, ku me të është për qëllim bazat dhe shtyllat e fesë, ato të imanit dhe të islamit, si dhe çdo çështje që ka të bëjë me besimin, siç përmend gjithashtu në librin në hadithin e Xhibrilit alayhi salam, ku e ka pyetur për imanin, pastaj për islamin dhe pastaj për ihsanin. Kjo pra është Usuluddin, bazat, shtyllat kryesore të fesë, të imanit dhe të islamit. Nga librat e shkruara me këtë emër është libri Al-Ibana an Usulid Diyana të Imam Abul Hasan al-Ash'ariyut rahimahullahu taala. Gjithashtu libri Ash-Sharh wal-Ibana ala Usul as-Sunnah wad-Diyana. Usul pra e kanë përdorur emrin, termin usul për të dhe në të kanë përmendur gjitha apo një pjesë të madhe të çështjeve që kanë të bëjnë me bazat e fesë. Pra Ash-Sharh wal-Ibana ala Usul as-Sunnah wad-Diyana është Imam Ibn Battah al-Uqbari rahimahullahu taala. Gjithashtu prej termave që si sinonim i akides që përdoret tek helsuneti është sharia, pra shariati. Ku gjithashtu sikur termi sunne, edhe shariati ka disa kuptime që përdoret, prej tyre shariati kur përgjithësohet ka të bëjë me dispozitat që kanë të bëjnë me halalin dhe haramin. Dispozitat që kanë të bëjnë me halalin dhe haramin, ligjet islame në përgjithësi. Mirë po, kur përdoret në akide tek helsuneti, është për qëllim çështjet e akides në të cilat besojnë në to ata pasuesit e sunetit. Ku nga librat e shkruara që përmbajnë këtë emër është libri i njohur e Imam Ebu Bekr el-Ajurit rahimahullahu taala, e ka emërtuar librin e tij Kitabu Sharia, libri i shariatit pra. Gjithashtu Imam Ibn Battah al-Uqbari e ka përmend ka librin e tij të emërtuar me emrin Al-Ibana an Shari'at al-Firqat an-Najiyah. Al-Ibana nga shariati i grupit të shpëtuar. Është për qëllim grupi i helsunetit dhe xhamatit, pasuesit e sunetit dhe xhamatit. Këto ishin emrat kryesor apo termat kryesor me të cilat është emërtuar akideja, dhe të cilat të gjitha këto janë emërtime edhe janë si lloj sinonime të fjalës akide pra. Gjitha këto kanë të bëjnë me bazat e fesë, me ato çështjet kryesore të besimit që duhet t'i di çdo musliman. Kto ishin pra sa përket kuptimit të akides në aspektin gjuhësor, në atë terminologjik, si dhe emrat kryesor me të cilat është emërtuar. Kurse çështja e tretë është rëndësia e akides. Çështjet e besimit apo çështja e besimit në jetën e muslimanit përgjithësi është nga gjërat më parsorë. Bile ajo për të është më vlerë se sa ushqimi dhe pija, dhe se sa ajri që e thith dhe fryma që e merr. Pse? Sepse nëse e shikon faktin se sa ka mundësi njeriu të jetojë për shembull pa ushqim dhe pa pije, e gjen se është një kohë e caktuar që mund të jetojë pa to, qoftë ajo e shkurtër apo e gjatë. Edhe pse ajri për shembull si element është që ka hapësirë kohë më pak, pra që mund të jetojë njeriu pa të se sa ushqimi dhe pija. Mirë po besimi nuk mund të jetojë njeriu pa të qoftë edhe një moment, qoftë edhe një çast sa do i vogël që të jetë ai. Pse? Arsyeja që ndron se te fakti se besimi është gjëja më e shtrenjtë që posedon njeriu. E humbja e tij, qoftë për një çast vetëm, do të thotë humbja për gjithmonë e njeriu. Pse? Sepse njeriu nuk e din se kur vdes. Andaj nuk guxon
në asnjë mënyrë të qëndroj pa besim. Pse? Sepse në momentin që vdes duke qenë pa besim, ai do të thotë për të humbje për gjithmonë e tij. Është humbje e tij, pra do të thotë humbje për gjithmonë e njeriu, ashtu siç ekzistimi i tij dhe aprovimi i tij i besimit, ashtu siç Zoti ka kërkuar dhe është i kënaqur me të, për njeriu do të thotë se është shpëtim i përhershëm. Pra, nëse qoftë një moment njeriu jeton pa besim, atëherë është i humbur për gjithmonë apo vdes në atë gjendje. Gjithashtu, nëse vdes duke qenë me besim të pastër, siç ka urdhëruar Zoti xhaleshanuhu dhe siç ka kërkuar ai, atëherë për njeriu do të thotë se ka shpëtuar për gjithmonë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj rëndësia e akides apo rëndësia e besimit mund të përmblidhet në disa pika që do t'i përmend me lejen e Allahut. Për tyre se besimi i sakt, besimi i vërtet apo akideja sahihe, akideja e pastër e vërtetë e sakt, i cili besim ndërlidhet me veçimin e Allahut në adhurim, është baza mbi të cilën ngritet e gjithë feja islame. Pra, feja islame në çka ngritet? Feja islame ngritet mbi bazën e besimit, mbi bazën e besimit. Gjithashtu, nga rëndësia e akides apo besimit është se ajo është esenca dhe qëllimi i krijimit të njerëzit. Siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Shpesh herë kemi përmendur këtë ajet kuranor, sepse është argument vendimtar ku tregon Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an qëllimin pse neve na ka krijuar, pse na ekzistojmë në këtë dynjë, në këtë botë. Cili është qëllimi ynë? Ku është përfundimi ynë? E kështu me radhë, na ka treguar Allahu subhanahu wa taala me një fjalë të shkurtë se gjenet e njerëzit nuk i kam krijuar për diçka tjetër, vetëm se për çka? Vetëm se të më adhurojnë mua. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk ka kërkuar për neve pasuri, nuk ka kërkuar për neve ushqim, nuk ka kërkuar për neve furnizim, mirë po na ka krijuar që të adhurojmë atë. Përkohësisht sa gjenden në këtë dynjë, duhet e kemi obligim të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Pra, adhurimi është vetë tauhidi, siç ka ardhur në transmetimin apo në komentimin e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, se pra na ka krijuar Allah subhanahu wa taala të adhurojmë atë, pra ta veçojmë atë në adhurim. Vetëm atë të adhurojmë dhe t'i largohemi çdo adhurimi tjetër të dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është feja, akideja, besimi i drejtë islam. Gjithashtu, akideja apo besimi është çështje në të cilën kanë thirrur në të gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, nga i pari deri tek i fundit. Pra Allah subhanahu wa taala siç e thekëm në fillim, nga rëndësia e akides është se Allahu azza wa jall për ta sqaruar këtë besim, për ta sqaruar rrugën e drejtë të akides, të besimit të njeriu, ka zbritur pejgamber, ka dërguar pejgamber dhe ka zbritur libra që t'u sqarojnë njerëzve adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Siç thot Allahu azza wa jalla në Kur'an Kerim, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Me të vërtetë ne çdo populli i quam një të dërguar ku thoshte për atyre njerëzve, "An ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Adhuroni Allahun dhe shmangni idhujt. Largohuni nga idhujt, nga adhurimi i idhujve. Adhurojeni vetëm Allahun subhanahu wa taala. Thot pastaj Allahu subhanahu wa taala, "Faminhum man hada Allahu wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala." E prej tyre njerëzve pra pasi u dërguan pejgamber, të cilët i urdhëruan për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala, kishte prej tyre që disa prej tyre Allahu i shpuri në rrugë të drejtë, pra ju uzoi ata, u udhëzuan dhe pranuan besimin e drejtë, i pasuan pejgamberët, dhe disa e merituan të mbeten në humbje. Haqqat alayhi ad-dalala. E ka prej tyre të cilët merituan të mbesin në humbje. Po ashtu ata, pra pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, çdo njeri prej tyre u thoshte popullit të vet, ja qaum, siç përmendet në surën Al-A'raf nga Nuhi alayhis salam, faqala laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh. E kemi dërguar pra Nuhun alayhis salam te populli i vet, i cili i tha popullit të tij, o populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Kështu u ka thënë, cilët gjithashtu përmenden në surën Al-A'raf, kështu u thoshte edhe Nuhu alayhis salam, edhe Hudi alayhis salam, edhe Salihu alayhis salam, edhe Shuaibi alayhim salam ejmain. Dhe të gjithë pejgamberët tjerë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi ta, i urdhëronin njerëzit
që vetëm Allahut t'i bëjnë adhurim. Vetëm Allahut t'i përkushtohen, vetëm Allahut t'i kushtojnë adhurimet gjitha llojet e tyre. Gjithashtu, nga rëndësia e akides është fakti se është gjëja e parë me të cilën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e filloi thirrjen e tij. Argumentet për këtë çështje janë të shumta. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimin e thirrjes tij e ka filluar me sqarimin e besimit, sqarimin e akides së drejtë në Allahun subhanahu wa taala dhe në çdo gjë me të cilën ka ardhur Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin apo në thënjet dhe veprat e tij. Argument po i cekum disa prej tyre, që ka shumë, është hadithin të cilin e transmeton Abdurrahman ibn Zinad, ky nga babai i tij, e ky nga Rabi' ibn Abbad ad-Dili, i cili ka thënë: kam parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me sytë e mi. Thotë ky transmetuesi e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me sytë e mi në tregun Dhul Mejaz është quajtur. Në një transmetim tjetër në tregun e Qad, që është i njohur në Mekke, në afërsitë të Mekkës. Tregu e Qad, në cilën në kohën e xahiliyetit, në periudhën para islamit, mushrikët apo vendëtarët mblidheshin dhe kanë pas tregun qendrën kryesore në të cilën mblidheshin aty. Edhe po thotë ky kam parë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në këtë treg, u thoshte njerëzve: o ju njerëz, ya ayyuhan nas, o ju njerëz, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Thuani la ilaha illa Allah në mënyrë që të shpëtani. Doni shpëtim, thuni la ilaha illa Allah. Çka do të thotë la ilaha illa Allah? Nuk ka zot i cili meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Thot transmetuesi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hynte në mesin e tyre dhe njerëzit grumbulloheshin rreth tij, rreth pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe thotë se gjithë ata grumbulloheshin rreth tij dhe asnjëri prej tyre nuk folte asgjë. Nuk e folte asnjë fjalë. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ndalej, nuk heshte, duke thënë: ya ayyuhan nas, o ju njerëz, thuani la ilaha illa Allah, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, thuani la ilaha illa Allah në mënyrë që të shpëtani. Thot pra, ata njerëzit grumbulloheshin rreth tij, askush nuk folte kur gjë, vetëm rrinte duke dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, përveç, thot ky transmetuesi, përveç se një njeri i cili i shkonte pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke i thënë: ai është sabi, kedhab. I thoshte ai është sabi. Sabi është një lloj sekti që ka disa fjalë të dietarëve rreth kuptimit, një prej tyre është sekti i përzier mes jehudive dhe krishterëve. Sekti i përzier mes jehudive dhe krishterëve. Ka edhe kuptime të tjera. I thoshte se ai është bërë si ky lloj sekti dhe është gënjeshtar. Kush? Thot transmetuesi, kush është ky njeri i cili i thoshte kështu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Pra e rrinte mbrapa. E pasonte ata ka shkonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke i thirrë njerëzit: thuni la ilaha illallah që të shpëtani. Ky njeri i shkonte mbrapa duke i thënë ai është gënjeshtar. A ky ka deviju, e ka pasu këtë sektin e sabiive. Thot transmetuesi, thash i pyeta ata të pranishmit: kush është ky që po e përgënjeshtron? Kush është ky njeri i cili po e përgënjeshtron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Tha, më thanë se është xhaxhai i tij Ebu Lehebi. Xhaxhai i tij Ebu Lehebi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirrjen e tij të parë e ka bërë në fjalën la ilaha illallah, e cila është formula e tauhidit, formula e akides, baza e fesë. Hadithin e shënon Imam Ahmedi, e ka saktuar Imam Ibn Khuzaime e të tjerë. Argument tjetër, delegacioni i Abdul Qaisit, të cilët erdhën tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam për ta pyetur për Islamin, siç e transmeton Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu, ku ky delegacion erdhën dhe e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thanë se ne vim për një tokë të largët, mes nesh dhe jush gjendet vendbanimi i besimtarëve të fisit Mudar. Dhe thonë këta se nuk po mund të vim na vetëm se në muajt e shenjtë. Pra në muajt e shenjtë ku është ndaluar vrasja dhe lufta, edhe në kohën e xahiliyetit, pra periudhën para islamit, ka qenë ndaluar një gjë e tillë. Kanë konsideruar si muaj të shenjtë. Andaj i thanë këta, na urdhëro diçka konkrete, i thanë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ashtu që të njoftojmë edhe njerëzit që kemi lënë mbrapa, pra popullin tonë kur të kthehemi atje. E me të, shikoni këtë pikë më rëndësi, thot e me këtë që do të na njoftosh ti, ta fitojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra o i dërguari i Allahut, ne nuk po kemi mundësi me të ardhur tek ti, vetëm se në këtë kohën kur është muaji i shenjtë, në cilin është ndaluar lufta. Pse? Sepse mes nesh dhe teje gjenden fisi i pabesimtarëve, fisi Mudar, e që ata na ndalojnë neve të vim tek ti.
atëherë na tregon diçka me të cilën do t'i njoftojmë ne edhe popullin ton kur të kthehemi, ashtu që ta fitojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka u tha atyre? I urdhëroi para në çështje me të cilën i urdhëroi ata ishte tauhidi. U tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Amurukum bil imani billahi wahde." U urdhëroi për ta në besimin e Allahut subhanahu wa taala një të vetëm, për ta besuar Allahun një dhe të vetëm. Ata pastaj u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Hal tadruna mal imanu billahi wahde?" A e dini se ç'është besimi në Allahun një dhe të vetëm? Ata ju përgjigjen: Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "El imanu billahi wahde është dëshmia se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut." Pastaj falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe dhënia e një të pestës nga preja e luftës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjëja e parë me të cilën i urdhëroi këta njerëz këtë fis, të cilët kishin ardhur si besimtar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i urdhëroi me dëshminë se nuk ka zot që meriton të adhurohet, pra me fjalën e tauhidit, me fjalën la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Argumente për këtë janë të shumta, gjithashtu hadithi i njohur i Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, cilin e dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek krishterët e Yemenit, ku i tha Muadhit se falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatun la ilaha illallah, le të jetë o Muadh gjëja e parë në të cilën i thret ti ata të krishterët është shahadeti, dëshmia, fjala e tauhidit, akideja, besimi, shahadeti se nuk ka të adhuruar që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Pastaj i tha pejgamberit se nëse ata të binden në këtë, pra e pranojnë fjalën e tauhidit, e pranojnë se vetëm Allahu azza wa jalla meriton të adhurohet dhe se unë, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jam i dërguar i tij, atëherë i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë urdhëroi ata se Allahu azza wa jalla u ka obliguar atyre 5 kohë namaz gjatë ditës dhe natës. Pastaj i tha, nëse të bindën tyne në për namaz, atëherë lajmëroi ata për zakatin, e kështu me radhë ja tregoi dispozitat tjera. Pra çështja e parë me të cilën thirrën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte tauhidi. Çështja e parë me të cilën e urdhëroi Muadhin kur shkoi me i thirr me i ftu në islam të krishterët e Yemenit në atë kohë, e urdhëroi të thirras në tauhid. Kjo pra është metodologjia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, nga rëndësia e akides, pika e 5 është se ajo, pra besimi i drejt, akideja e drejt, është shkak për arritjen e lumturisë dhe shpëtimit në këtë botë dhe botën tjetër. Cek më dhe më herë këtë çështje. Pra nëse besimi apo akideja është konform me atë që kanë ardhur pejgamberët dhe me atë që Allahu azza wa jalla ka zbritur në librat e tij, atëherë ajo është akide, besimi sakt, besimi i vërtet, me të cilën arrihet lumturia dhe shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe e kundërta, kjo shihet këtu, shihet edhe në rëndësia pra. Dhe e kundërta, nëse kjo akide, ky besim është i prishur, i devijuar dhe në kundërshtim të asaj që ka ardhur me të Allahu azza wa jalla dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë bëhet shkak për dënim të përhershëm dhe humbje e fatkeqësi në këtë botë dhe në botën tjetër. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam thotë në hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Xhabiri radhiyallahu anhu, thotë se ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata, kush vdes, la yushriku billahi shay'an", kush vdes duke mos i shoqëruar Allahut ortak, duke mos e adhuruar me Allahun askënd, duke mos i bërë shok Allahut në adhurim, do të hyjë në xhenet. Dhe kush vdes duke i shoqëruar Allahun ndonjë ortak, do të hyjë në zjarr. Pra, janë dy çështje këto. O do të hysh në xhenet, e që për të është kusht të kesh besimin e sakt, të drejtë, të vërtet, bazuar në atë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe që e ka shëruar përmes gjuhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose në zjarr. E ajo është do të thotë largimin nga kjo akide, devijimin nga ky besim, e që përfundimin do ta ketë në zjarr. Lutë Allahun azza wa jalla të na ruajë nga kjo. Gjithashtu, pika tjetër, e gjashta më radh, të rëndësia e akides është se akideja apo besimi i vërtet, Allahu azza wa jalla me të i fshin mëkatet e robëve të tij. Siç thash në hadith, Allahu lartësuar thot: "O biri i Ademit, nëse më vjen me mëkate aq sa e tërë sipërfaqja e tokës, pastaj më takon mua duke mos më bërë ortak në adhurim, pra shirk, shoqërimi i Allahut i dikujt tjetër me Allahun në adhurim, thot, nëse më vjen duke mos më shoqëruar, duke mos më bërë ortak në adhurim, atëherë do të jap falje aq sa sipërfaqja e tokës."
Pra edhe nëse mund të ketë mëkate, gjunohe, që nuk arrin te grada e shirku që e prish besimin, atëherë Allah azza wa jall i fal ato. Në kusht nëse e takon Allahun duke mos i shoqëruar atij asnjë gjë në adhurim. Pra duke e veçuar vetëm Allahun në adhurim. Ky pra shpërblimi i tauhidit, shpërblimi i akides, shpërblimi i besimit të vërtet. Gjithashtu, çështja pika e fundit se përket rëndësisë së akides është se akideja e shëndosh, besimi i shëndosh është kusht për të pranuar veprat e mira. Njeriu mund të ketë vepra të mira, mund të ketë sadak, mund t'i ndihmojë njerëzve të varfër, mund kështu me radhë. Mirë po, nëse akiden, besimin e tij nuk e ka në rregull, atëherë ato vepra nuk i vlen. Siç thot Allahu azza wa jall: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Cili do që kryen vepra të mira, mashkull apo femër qoftë, duke qenë besimtar, pra kusht, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kaloj jetë të bukur dhe të ta shpërblejmë atë sipas veprave të cilat ka bërë. Pra sipas veprave të mira të cilat i ka bërë. Thot Allahu azza wa jall gjithashtu i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk." La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Thot Allahu azza wa jall në Kur'an i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut, dhe ju ka drejtuar Allahu azza wa jall në Kur'an i ka thënë se nëse ti më shoqëron mua ndonjë gjë në adhurim, pra adhuron bashkë me Allahun diçka tjetër, atëherë do t'i asgjësoj veprat e tua. Do të asgjësohen veprat e tua. Pra nuk pranohen veprat e mira nëse besimi nuk është i saktë. Pra besimi është kusht për të pranuar edhe gjitha veprat tjera të mira. Lut Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë prej pasuesve të besimit të pastër islam, pasuesve të Kur'anit dhe pasuesve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe na mësoj të vdesim në këtë besim. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.